Bashkia e Librashtit ka hapur zyrtarisht sezonin turistik duke promovuar bukuritë natyrore dhe potencialin turistik të rajonit, pjesës së cilës janë shpallur edhe monumente natyrore. Në eventin e Gnatje Fest ishin pranishëm kryetari i Bashkisë Mari Glendisha, ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla dhe deputetët e zonës. Ata vizituan stendat e rreth 50 operatorëve dhe bizneseve që promovojnë agroturizmin, produkte tradicionale dhe potencialin turistik të rajonit. Kryetari i Bashkisë Mari Glendisha u shpreh se Librashti tashmë nuk është më thjesht një qytet tranzit, por një bashki me turizëm malor të zhvilluar, ndaj pritshmëritë në fushën e turizmit janë të mëdha. Sot jemi në vitin e tretë të çeljes së sezonit turistik në Bashkinë Librasht. Unë dua të falenderoj stafin e drejtorisë së turizmit, të gjithë qytetarët e Librashtit që kanë punuar dhe kanë promovuar të gjitha resurset turistike që ne kemi në territorin e Bashkisë Librasht. Në vitin që kaluam në Bashkinë Librasht ka qenë 192.000 vizitorë vendas dhe të huaj. Kjo është fal punës së tyre të mirë që kanë bërë gjatë tyre 3 viteve. Bashkia e Librasht do të vazhdojë të investojë në infrastrukturë, sepse paralelisht me rikonstruksionin e rrugëve kryesore të fshatrave ne zhvillojmë dhe turizmin malor. Dhe kemi bërë punë shumë të mirë në të gjitha ncep të territorit të Bashkisë Librasht, duke promovuar të gjitha resurset turistike që kemi ne në territorin tonë. Në Bashkinë Librasht mendojmë që deri në fund të këtij viti të kemi mbi 300.000 turistë vendas dhe të huaj. Kjo është fal promovimeve që kemi bërë në këto 2-3 vitet e fundit, por dhe punës të mirë që kemi bërë nga drejtorinë e turizmit. Sa kaq ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla shtoi se paketa e maleve si dhe investimet në korridorin e 8 pritet të rrisin ndjeshëm fluksin e vizitorëve dhe të sjellin përfitime për bizneset lokale në Librasht. Sot në promovimin e gjithë turizmit në zonën kryesisht malore të Librashtit janë disa nga rrisit si që janë aktivitetet e Librashtit, por edhe të bujtinave të shumta. Sot ne vizituam në stendat e prezantuara sot, ku shumë biznesa apo agroturizma ishin të hapura së fundmi apo hapën së shpejti. Pra ka një potencial në rritje, një numër ku është në zhvillim, paketa e maleve patjetër që ka një numër të konsiderueshëm që kanë aplikuar tashmë në Bashkinë e Librashtit dhe kanë një interes të shtuar për promovimin dhe mundësinë për të investuar në këtë zonë, gjë e cila e bën për të shtuar një ekonomi të mirë, duke qenë se korridori 8 na kalon shumë shpejt në gjithë me Librashtin, turizmi në zonën e Pogadecit dhe të Koçës është gjithmonë në rritje, por destinacioni i radhës është Librashti. Pra jep një mundësi Librashtit në gjithë investimet që po kryen në zonat malore, në pjesën e agroturizmit, në pjesën e bujtinave, i jep mundësi Librashtit të jetë një nga destinacionet e radhës. Territori i Librashtit njihet për parkun kombëtar Shebeniki Jablanic, liçenet akullnajore, shpellat, florën dhe faunën e pasur, si dhe për pika turistike të Furstudenit. Rruga historike e Gnatja kalon gjithashtu në këtë territor, duke i dhënë një rëndësi të veçantë rrjetit turistik dhe lidhjes me destinacione të tjera.